në marsin e vitit 1975 më dha rasti me marë pasaportën dhe eca për Siri. Shkollimin e mesëm? Në Siri e bona 6 vjetë. Ju kallëzoj një rast shumë specifik. Ama kjo ne të më dëgjoni me vëmendje shumë. Nëse s'ki e shërë në shpirt, nëse ki shërë në shpirt, a je din që ki shërë në shpirt. Unë për ju kallëzoj drejtën, qatë herë s'këm pas shërë, fijen e shërrit në shpirt bashkë me babën tim. Këtu dhe të vërtetohet fjala e Allahut subhanahu wa taala, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Ai që i mbështetet Zotit, Allah i del boll, mos u mërzit. Ai që ka mbështetjen Zotit. Po shkoj me babën tem, po him në Damask. Qysh kena shku, sa më rëndësi, farë vujtje kena bo. 75-ta, qfar vijat autobusave, qfar katastrofë. Kryesore më rritëm. Po tash kur kena më rrinë Damask, nuk pedi ma u qaj Damask, asa është. Do po thënë Sham, disa po thënë Damask, disa Dimashq, e morën vesh që Damask është. Po him me një treg atjet madh, pse po him në treg, që në qëtë treg, edhe ne hupshim, këthejemi prap, këthejmë të pika, ku në ka zbrit autobusi. Kemi më rejnit për atë tregin mbluëm, ka pali qarshi e mbuluar është, Sukul Emevi i thëjnë, arabisht më rejnitëm të dera e gjamis më të madhe të botës islame, Gjamiul Emevi. E ka marrua një prej princave të muslimanve, khalifëve të muslimanve, Abdul Melik ibn Marwan. E ka bleja të vend me flori, dhe ka bënë gjami, ka 3 minare. Në qaton 3 minaret, në një nga ato 3 minaret, ka më zbrit Hazreti Isa, alayhi salatu wassalam. Më rrinë të kjo gjami, edhe na të hutuat, edhe të lodhur prej rrugës, kemi hecë 3000 km rrugë me autobus, pa mujt askund, vetë në autobus që kemi mujt me fjetë, 3000 km me marë sot, a je i lodhur, apo i pushuash. Një djali i ri, normal, ma i vjetër se unë, 10 vjetë më siguri ka qenë edhe ma shumë, me fizionomi, jo shumë i nalt, i mesa, me mjekër të zezë. Dhe në panjeve që jemi të hutuëm të habitur. Unë foli arabisht. Pa fjallë unë kësha mësua këtu, se 3 vjetë kësha bënë të hoxha. Dhe ka i tjeni ju, sa është Jugoslavis na. Sa të për Jugoslavi kemi hecë. Qëka keni ardhë këtu? Talib, tullab, po mërë pështu, diçka dhe një fjallë. Na po. Ta është ai njeri, kush ja beson, kush është ai njeri? Që tu ai që mbështetet në Zotin edhe s'ka sherrë në shpirt, Allahu ja që luthet. A si të kje sherrë në shpirt, edhe ty për të më dhe këtë kështë për në ndëgjon, mos o nisë në të rrugë si t'je në sherrë në shpirt. Se sherri e birë taksiratit. Në ka kapë për dore, edhe babën, edhe mu po heci me kalu më atë gjamin më të madhe të Damaskut. Ka qenë atëherë më siguri gjami e 3 në botë më e madhja. E 3 në botë. Prapë është për më të mëdhajave. Tash. I ka, nëse zgaboj, i ka 40 shtylla mbrenda. Është gjigante, mund një tash një tube me lip Gjamia Emevi. Gjamia Emevi, të qetë, pa problem. Në për gjami kaluëm, në për rrugicat vogla, do rrugicat vogla, do hin djathë, hin të majtë, hin djathë, hin rrugicat këqia. Amo na, kur kishim shkua atje, habibi, na e dishim që Arapi është njëri i gjenetit. Se nësë kemi ditë ma shumë. Arapa është kjo njëri i gjenetit, kjo zbon shërë. Nëse kemi ditë që Siria është që kjo e sodit. Që qka bëjnë alevit kundër sënive, kundër muslimanve? Amo në këto gjona si në ditë të në atëherë, edhe sot shqiptarët si dim, se nësë kemi pas komunikim më ata popuj, kush janë të kjone, qka janë. Edhe na pëjdim, si të folë Arap, që Arap është ky drejtë në gjenetu dhe në derën qelë, largohë nëse po hinjë Arapi, që ashtu në kemi ditë. Po kjo qëllon prej muslimanve, e na shërës kishim, na mori edhe më që të bindje kisha une. E hece një pasmata 20 minuta në kam në për ato rrugica, dhe na hiqë s'po dyshojmë me babën ku po na qonë.
Nëse na po mujmë me fol shqip, që shku po, na s'po dyshojmë heq. Ku më na qua tek 3 shok të Shkupit, që 6 vjet para meje kishin shkua ata po jo përmend jemnat se më siguri ju shkon ky selam, Hakia, Hamdia, Jahia. Këta 3 e kishin kryer medresën atje 6 vjeçare, 7 në Damask, ishin kanë të nejtë në dhamën atyre, kur ky Arapi i ka ditë ku janë, na futi drejt ata. Kur më parë, po ju, në të Prizrenit, ti në zonë sa një këne, tha po, edhe ky Arapi na la, na rahatoj. U krymë, na u gjetëm tash. Që kemë të pa kur far adrese, u përshkem me mësu në Damask, mos kam kur far adrese. Ku përshkesh? Që kjo më pa shërë si të nisësh. Allahu ti që ludhët, a si të kje shërë dhije që kalme të mshelë rrugët. Këto bindu një prej meje. Po u thamë, atëherë unë kam qenë në moshën 17 vjeçare. Mo Asirionin se koja. Asirionin Na laj të shqiptarët edhe u përshëndet me neve shkoj. Mas një vjeti, pas kemi ditë atëherë, dhe s'kemi trije, mas një vjeti e këm pa të njëjta xhami. Mas një viti. Atëherë kemi folë arabisht. Më ka përqafu, më ka thonë, vjetë s'disha me folë, si vjetë pa disha me folë, se jam mësu në shpet arab që me folë, se isha pregatit shumë prej këtuhit. Gachme, klap, gjonat i mora. Kjo është një rast shumë specifik i shkollës medresës. Këto duhet ja u thomë të gjithëve për arsye që të bani tevekkul ala Allah, të mbështetni plotësisht në Allahun subhanahu wa taala, për që të më përmenda që të rast specifik që tu. Mas ne vazhdove studimet në Siri, apo... Jo, e krytëm në Damask 6 vjetin, se unë e zuna vitin e parë shkollor, gjuhën, në gjuhën, pak, smajtën shumë, me një rendim shtinë në parën mas disa mujve, e krytëm, mandej vitin 80-81, shkova në Kajrë, shku me atëherë bashkë me Rahmetliin, se Jakub Hasipin e këm pas për vitit parë, deri në fund në Damask. Allah inshallah xhenetli e ka bën ato dhe mu inshallah bashkë me tonë xhenetli, po në shkollë të mesme bashkë. Edhe në fakultet bashkë. Po të padashëm jemi kanë me tonë 35 vjetë. E që a i ma boni me hile, që 3-14 vjet iki. Inshallah. E tani shkuam në Kajro.